Çfarë bën ti kur klienti yt shkon te konkurrenti yt? Kjo është një temë shumë e bukur dhe jashtëzakonisht e përhapur edhe ty mund të të kenë ndodhur patjetër. Kur klienti yt shkon te konkurrenti yt, si reagon? Do e mërzitësh, do e shash, do i thuash mizerje pse shkove, s'ke më punë këtu? No. Por mënyra më e mirë për të bërë është tregoj zgjuar. Kupto, kjo është ai klienti ka bërë gjën më të mirë tënden. Ka bërë një punë tënden. Çfarë punë ka bërë tënden? Market research, ka bërë studimin e tregut për ty. Dhe nëse ti ke mundësi, patjetër që ai ka shkuar te konkurrenti, patjetër ti thuaj, "Oh, sa mirë. Si shkoi? Çfarë të pëlqeu? Çfarë s'pëlqeu? Çfarë kishe më mirë? Çfarë kishe më keq?" Dhe vazhdo marrëdhënien me klientin. Vazhdo merr informacion nga klienti. Sidomos kur është klienti yt i mirë ose klienti yt që ti ke një connection dhe ai shkon te konkurrenti jot, atëherë ti mba marrëdhënie dhe merr informacion, sepse informacioni është më i vlefshëm se çdo gjë tjetër sot. Informacionin kur klienti yt ta jep në lidhje me ndjesinë që pati me atë emocionin që pati, me përfitimet, me avantazhet, çfarë bën mirë, çfarë bën më keq, kjo të ndihmon ty që të rritesh edhe të zhvillohesh. Okej? Mos u prisi ky shoku im. Një shoku im kishte një rast me dentistin. Kishte bërë dhëmbët edhe shkoi tash tek një dentist tjetër. Edhe çfarë i thot ky dentisti historik? I thot, mos hajde mo te klinika ime, mos të shoh më thot. Më erdhe te klinika ime do t'i shkul gjithë dhëmbët. Pa, është kjo një sjellje doktore? Nice. Po flasim për një gjë që ka të bëjë me doktorët, janë doktorë shumë të mirë, janë doktorë të jashtëzakonshëm, por nuk janë shërbim klienti, nuk janë biznesmen, nuk dinë me fol, nuk dinë me artikulu. Se po të artikuloj, nuk mund t'i thush do ti klienti do t'i shkul dhëmbët gjitha, mos më hajde mo te klinika ime, se ti ke shku te konkurrenti im. Sepse kjo është budallik. Por kupto diçka. Çfarë mësojmë neve këtu? Mësojmë një gjë shumë thelbësore. Nëse klienti yt shkon te konkurrenti yt, kjo është një tregues shumë i mirë për ty për të marrë informacion edhe për t'i thënë, "Hey, si shkoi? Çfarë të pëlqeu? Çfarë të pëlqeu? Çfarë të përmirësoj?" Dhe asnjëherë mos i thuj klientit tënd, "S'ke punë te klinika ime", sepse është budalliku më i madh. Asnjëherë mos i thuj klientit tënd, "Ti s'ke më punë me mua, biznesi im mbaroi, u mbyll, nuk do punoj më bashkë se ti ke shkuar te tjetri." No, është botë e lirë dhe është shumë mirë që ai shkon te tjetri dhe ta thotë dhe ti mund të marrësh më tepër informacion. Ki kujdes në sjellje me klientin dhe ki kujdes kur ti kupton që klienti yt shkon te konkurrenti yt.